madje ka ironizuar, ka thënë dhe pa krah tjetë, vetëm e vetëm që të respektohet kërkesa e drejtësisë së re. Dhe tani do shohim nëse do e zbatojnë këtë standard të deklaruar në rastin e zëvendës kryeministres. Unë shqetësua se në fakt nuk shoh këtë parashikim, çfarë do qëndrimi të mbaj Rama në raport me arrestimin e zonjës Balluku, tashmë rruga është formatuar dhe përfundimi ka nisur atë rrugtimin e tij për dalë në një dënim apo në një qëndrim të sistemit drejtësisë. Shqetësimi kryesor është mënyra se si Rama e kundërshton, se si kundërvihet Spakut dhe se si e ka sulmuar për gjatë këtyre ditëve, sepse edhe deklaratat e djeshme që lidheshin me patllaket e BK-s nuk ishin sulm ndaj BK-s, sepse dihet që BK-ja është në suazën e Spakut, ishte një sulm i hapur ndaj Spakut dhe mendoj që Rama ndoshta ka pasur indicje që sot Spaku do kërkonte arrestimin e zonjës Balluku dhe ka dashur që t'i parapriti qëndrimi, të çojë presionin e tij në maksimum me qëllim që Spaku të mos kalonte në këtë hap. Dhe në kuadër të këtyre qëndrimeve kulmi arrin sot dhe duket që Rama ka modifikuar dhe ka hequr atë maskën që ka kohë që në fakt e ka gërvishur, ndërsa sot e ka hequr fare dhe ka dalë totalisht kundër drejtësisë, ka dalë kundër Spakut dhe kërkon të rezistojë. Unë mendoj që kjo rezistencë nuk vjen thjesht nga dëshira për të mbrojtur varësin e tij apo bashkëpunëtoren e tij më të ngushtë, por vjen nga paniku. Rama është në panik dhe ai e di shumë mirë që të gjitha rrugët të çojnë në Rom, të gjitha dosjet të çojnë tek Rama, edhe incineratorët dhe ato koncesionet, sterilizimi apo aferat e tjera të çojnë të gjitha tek Rama, sepse ky është personazhi kryesor, ky është përgjegjësi kryesor në fakt, për të qenurit personazh, i cili ka mbështetur, i cili ka stimuluar, i cili madje themi ka financuar, sepse ky është kryeministri dhe i cili sot duhet marrë përgjegjësinë e tij për gjitha veprimet. Qartazi, duke qenë panik, ai kërkon të bllokojë çfarë do lloj rreziku që mund prek atë, duke përfshirë edhe teatrin që bën për t'i treguar zonjës Balluku që ai po reziston, që ai po e mbron, me qëllim që të parandalojë edhe të kthyeren e Ballukut në një të penduar të drejtësisë, sepse gjasat janë, parashikimet janë, takimi shtatorësh që është bërë kryeministria dëshmon që ka pasur një presion nga ana e zonjës Balluku për kryeministrin Rama. Dhe ky i fundit është detyruar pastaj të losë edhe këtë pjesën e rezistencës, por funksioni i kësaj rezistence më shumë se Ballukun kërkon të mbrojë vetë Ramën. Në vazhdimsi do shohim si do heci qëndrimi i Partisë Socialiste, por e rëndësishme është në këtë rast që rruga thash e ka marrë edhe formatimin e vet dhe qartazi sot Rama është në pozitë të rëndë dhe juridike si qeveri, por edhe politike dhe morale. Dhe akti më i drejtë që ai do bënte ishte dorëheqja e tij dhe pse jo dhënia Shqipërisë një qeverie teknike e cila drejton vendin për një periudhë caktuar dhe e çon atë në zgjedhjet parakoshme, sepse është tradhtuar, nëse Rama e quan që ka fituar me vullnetin e sovranit, është tradhtuar vullneti i sovranit. Ne kemi sigurisht atë parashtrimin tonë të dëshmuar në raportin e OSB Odirit që Rama i ka vjedhur zgjedhjet, por nëse ai vazhdon me idenë e vet që ka marrë besim nga publiku, atëherë ky besim është thyer dhe një kryeministër i mirë, siç duhet të jetë një kryeministër, kur thyet besimi, largohet nga qeverisja dhe ja dorëzon vendin në një qeverisje teknike, pasi duket qartazi që ai nuk është më i aftë të drejtojë vendit, është i përfshirë në korrupsion, është i kapur në korrupsion dhe duhet të mbajë jo vetëm përgjegjësinë politike me dorëheqje, por edhe përgjegjësinë juridike duke u paraqitur në organet e drejtësisë. Spaku është personi që ka më shumë dijeni se gjithë tjerët për gjitha aferat që është akuzuar Balluku, sikurse